Sirenat e policisë që po i afrohen godinës parlamentit. Nuk dihet ende nëse ka persona të ndaluar të shoqëruar lidhur me këto incidente. Kemi raportuar me gazetarët tanë në terren minutë pas minuti gjithçka ka ndodhur në kohë reale. Mirë, do të lidhemi me Osman Stafën. Osman, si po vijon protesta, ku ndodhen tani protestuesit, si është bërë shpërndarja e tyre, nëse mund të ndash të tjera detaje që vinë nga terreni, ndryshe nga këto që po shikojmë në këto pamje të drejtë për drejta. Qëndra, atëherë jemi përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ka një përplasje fort mes protestuesve, të cilët hodhen molotov në drejtim të policisë, më pas ishin punësit e policisë, makina ujëse, gaz lotësjellës, të cilët bën shpërndarjen e protestuesve në tre drejtime. Janë punësit e policisë të shtetit, të cilët janë duke hedhur ujë në drejtim të protestuesve, gazetarëve, medias, kujdo që ata shohin përpara. Pra është kjo situata, edhe pse ka gjithashtu hedhje të gazit lotësjellës në drejtim të qytetarëve. Atëherë do të lëvizim përsëri, duke qenë se jemi në një situatë shumë afër punëesve të policisë, të cilët pra janë përpara Kuvendit. Ka disa protestues të cilët edhe pse janë lagur me ujë, janë duke bërë thirrje poshtë diktatura. Pra është kjo situata përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ku ka hedhje të vazhdueshme ujë, por edhe gaz lotësjellës. Paktën kjo është ajo se çfarë është duke ndodhur përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që është hedhur një sasi e konsiderueshme e gazit lotësjellës, e cila ka prodhuar mjaft probleme edhe për media, ndërkohë që situata është, siç mund ta shikoni e gjitha në tym, do duhet largohemi, edhe pse kemi do të kërkoja që të zhvendosesh në një ambient ku t'jesh më i sigurt për të raportuar, se dukshëm edhe mbajtja e maskës kundra gaz po ta vështirëson pak dhe raportimin, por gjithsesi të gjitha informacionet dhe përshkrimin e situatës ne po e pasqyrojmë dhe po e përcjellim hap pas hapi, drejt për drejt, me këto pamje që vinë nga operatorët tanë nga terreni dhe nga gazetarët, të cilët janë të angazhuar për të na përcjell informacionet e fundit, suportuar sigurisht dhe nga redaksia e lajmeve, stafi Balkan Web Panoramës. Këto janë pamje të drejt për drejta përpara godinës së parlamentit. Vijon qëndrimi i forcave të policisë në formën e gardit. Një autobot me ujë pam që për të bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve u nis edhe në rrugë, ndërkohë që një tjetër autobot qëndron përpara hyrjes së parlamentit. Po Osman, fjala për ty? Atëherë është një qytetar i cili është ndjerë keq, i cili kërkon të ndihmë. Është një qytetar i cili Çfarë ka, Osman? Shohim që ka një person të lënduar, është pjesë e stafit të medias, nëse mund të shquash, apo jo? Është një protestues. Është një protestues i cili u gjend në gazin lotësjellës. Është gazi lotësjellës i cili është hedhur, por është duke u dhënë ndihmë nga punësit e policisë së shtetit. Ndërkohë ne do të vijojmë. Oh my god! Është një shtetas i huaj. Oh my god! Gazetari të vëri. Oli drink, malta. Do të bëj podcast. Vazhduesht. Atëherë është Molet. Just let me alone, please. Thank you.
Është tetasi huaj protestuesi Osman. Është sasia Atëherë është sasia shumë e madhe e gazit të cilës shikoni është përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Edhe vetëm në këtë formë nuk ka asnjë person më përpara Kuvendit, Parlamentit, të cilët me hedhjen e sasisë konsiderueshme protestuesit janë larguar totalisht dhe këtu ka mbetur vetëm një shtullung e madhe. Ka një zhvendosje të tyre në një ambient tjetër, në një zonë tjetër, apo do të shikojmë qofse protestuesit do të afrohen përsëri tek Kuvendi i Shqipërisë apo do të drejtohen drejt selisë Partisë Demokratike, siç kanë bërë edhe në protestën e kaluar, kjo do mbetet për të parë, por në shumë gjase me sasia e madhe e tymit gazit të cilës që është hedhur, nuk besoj se do të afrohen për 10 minuta protestuesit. Është një sasi mjaft e madhe e gazit të cilës e cila është hedhur përpara Kuvendit të Shqipërisë si vetmja formë për të shpërndarë protestuesit. Edhe makinat ujëhedhëse nuk mjaftuan për të shpërndarë protestuesit dhe u desh hedhja e konsiderueshme e gazit lotësielës. Ndërkohë, pahem që nga të gjitha nga të treja drejtimet, nga kjo anë që shkon drejt ushtarit pa njohur, iku një numër shumë i madh protestuesish, ndërkohë nga ana tjetër gjithashtu në drejtim të selisë Partisë Demokratike apo edhe në drejtim të urës së tabakëve, gjithashtu u larguan një pjesë të konsiderueshme e protestuesve. Ndërkohë që po tërhiqet makina e policisë së shtetit makina ujëhedhëse së bashku me trupat. Është kjo situata përpara Kuvendit të Shqipërisë, ku pati një situatë vërtet problematike, ndërkohë që shikoj që në kryqëzimin tjetër qëndron atje një makinë tjetër ujëhedhëse në gatishmëri totale, në mënyrë që të sigurohen që protestuesit mos afrohen më. Paktën kjo është ajo se çfarë shikohet dhe mendojmë se është duke ndodhur aktualisht përpara Kuvendit të Shqipërisë, ku edhe përplasja ishte mjaft e fortë. Paktën u hodhën 10 molotov, gjithashtu policia e shtetit ju përgjigj me gaz lotësielës në sasi vërtet konsiderueshme, apo edhe makina sërish tek ti Osman, në momentin që ndoshta mund të kemi dhe rikthim të qytetarëve protestuesve përpara godinës së parlamentit, pam që si masë shtuar u hodh nga ana e policisë dhe gaz lotësielës, që solli më pas dhe në shpërndarjen tërësisht të protestuesve, duke i lënë të zbrazura rrugët përpara godinës së parlamentit. Shohim nëse do të kemi një zhvendosje të qytetarëve diku tjetër, nëse do të kemi një rikthim sërish në parlament, por tani do të shkoj në një lidhje me gazetaren Gjensira Kodra, e cila ndodhet të pozicionuar në një tjetër vend ku po zhvillohen gjithashtu protesta, për t'u informuar nëse ka qytetar apo është bërë shpërndarja e tyre totalisht. Gjensila? Deliana, të përshëndes, në fakt para godinës së kryeministrit e policisë, pasi kanë shpërndar edhe qytetarët, ndërkohë pjesa më e madhe e tyre janë të pozicionuar në rrugët hyrëse, mund të them, një pjesë e tyre pranë rrugës e Elbasanit dhe pjesa tjetër në zonën e Nëntkaçeve, por ndërkohë momentalisht që ne flasim para godinës së kryeministrisë, në fakt ka vetëm punonjësit e policisë, të cilët me hedhjen e gazit lotësielës, por njëkohësisht edhe me përdorimin e autovotëve me ujë mundën të shpërndanin vetëm turmën të qytetarëve, të protestuesve të Partisë Demokratike, të cilët nisën një tension thuajse të ashpër nga sa pam që në kryet e herës para godinës së parlamentit, duke hedhur molotov jo vetëm në drejtim të
të uniformave blu, por edhe drejt godinës së parlamentit. Një pjesë molotove në fakt Deliana u hodhën